Finalja e Big Brother VIP Albania është gjithmonë një përballje jo vetëm mes 4 finalistëve, por edhe mes 4 mënyrave të ndryshme për ta luajtur lojën dhe për të lidhur me publikun. Në këtë edicion, gara mes Mirit, Selinës, Mateos dhe Rogertit duket më e hapur se kurrë dhe secili prej tyre ka arsye të forta pse mund ta fitojë, por edhe dobësi që mund ta pengojnë në momentin vendimtar. Miri shihet nga shumë si një nga pretendentët kryesor për fitore. Ai ka arritur të krijojë një profil të qëndrueshëm gjatë gjithë lojës, duke mos u përfshirë në konflikte të panevojshme dhe duke ruajtur një qasje relativisht të balancuar. Një nga arsyet më të forta pse ai mund të fitojë është pikërisht kjo stabilitet. Publiku shpesh shpërblen ata që duken të sinqertë dhe të qëndrueshëm. Për më tepër, nëse ai ka ndërtuar një bazë të fortë fansash që e kanë mbështetur vazhdimisht, kjo mund të jetë vendimtare në finale. Megjithatë, dobësia e tij mund të jetë mungesa e momenteve kulmore. Në një format si ky, ndonjëherë fitues bëhet ai që ka krijuar emocionin më të madh, dhe nëse Miri perceptohet si shumë i qetë apo i zakonshëm, kjo mund ta penalizojë. Selina, nga ana tjetër, përfaqëson shpesh figurën emocionale dhe të ndjeshme brenda shtëpisë. Ajo mund të ketë fituar zemrat e publikut përmes historive personale, reagimeve të sinqerta dhe mënyrës së saj të hapur të komunikimit. Një nga arsyet më të forta pse ajo mund të fitojë është identifikimi që publiku krijon me të. Njerëzit priren të votojnë për ata që i ndjejnë të vërtetë. Nëse ajo ka pasur momente prekse apo ka treguar vulnerabilitet, kjo mund të përkthehet në vota në finale. Por pikërisht kjo ndjeshmëri mund të jetë edhe dobësia e saj. Në disa raste, publiku mund ta perceptojë si të paqëndrueshme emocionalisht ose si dikë që nuk ka kontroll të plotë mbi lojën. Mateo shpesh shihet si lojtari strategjik. Ai mund të ketë qenë më i kalkuluar në veprimet e tij, duke menduar për çdo hap dhe për mënyrën se si perceptohet nga të tjerët. Një arsye e fortë pse ai mund të fitojë është respekti që një pjesë e publikut ka për lojtarët e zgjuar, ata që dinë të manovrojnë situatat dhe të arrijnë deri në finale me strategji. Nëse ai ka qenë protagonist në shumë dinamika të rëndësishme, kjo e rrit profilin e tij si finalist. Por strategjia ka edhe anën e saj të errët. Një pjesë e publikut mund ta shohë si të ftohtë, manipulues apo jo autentik. Në finale, ku emocionet peshojnë shumë, kjo mund të jetë një pengesë serioze. Rogerti, nëse ka qenë një figurë energjike dhe karizmatike, mund të ketë ndërtuar një lidhje të fortë përmes humorit, spontanitetit apo pranisë së tij të fortë në ekran. Një nga arsyet pse ai mund të fitojë është pikërisht aftësia për të argëtuar dhe për të mbajtur publikun të angazhuar. Në shumë edicione të Big Brother VIP Albania, fituesi ka qenë ai që ka dhënë më shumë show. Megjithatë, kjo mund të kthehet edhe në dobësi nëse publiku mendon se ai nuk ka treguar thellësi apo anë më serioze të karakterit të tij. Në finale, votat shpesh shkojnë tek ai që kombinon ardëtimin me autenticitetin. Në përfundim, nuk ka një fitues të sigurt mes këtyre 4 emrave. Miri ka avantazhin e qëndrueshmërisë, Selina fuqinë e emocioneve, Mateo inteligjencën strategjike dhe Rogerti karizmën. Fituesi do të jetë ai që arrin të balancojë më mirë këto elemente dhe, mbi të gjitha, ai që arrin të krijojë lidhjen më të fortë me publikun në momentin e fundit. Finalja mbetet e hapur dhe pikërisht kjo e bën kaq interesante. Gjithçka mund të përmbyset deri në sekondat e fundit.